një grua që dëshiroj të kem akoma burmat e fëminis. Grua lastit, nuk do të thoshja. Unë jam njëkohësisht dhe e hekurt dhe e fort, po ajsa jam dhe e brisht. Dëshiroj që të udhëtoj shumë. Në kuptimin gjeografik të shoh vende të reja, njerëz të rinj, kultura të reja. Por natyrisht ndodh që ndonjëherë të endem edhe nëpërmjet një grije oportune që është e trisht dhe herë nuk ka limit. Por dua që agu i mëngjesit gjithmonë të më hedh në përditshmërinë tjetër, në përditshmërinë e një mëngjesi tjetër, e natyrisht unë të jem më optimiste, më e fortë, më me shpresa. Aurora, kjo ishte poezi, prozë poetike? Kjo është autobiografia ime. Unë emër kam agun e mëngjesit, po nuk më pëlqen që të më thrasin mëngjes. As në zë, në timrin e zërit që të më thrasin me emra karakteristik të shpende. Ndihem si një 20 vjeçare dhe dua të më thrasin ashtu thjesht në emrin tim. Aurora, gjatë ligjëratës suaj më zhytet në mendime se